إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Lavdërimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall, atë e lavdërojmë dhe ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. E lutim Allahun Azza wa Jall të na ruajë nga të këqijat e veteve tona dhe nga veprat tona të liga. Atë që Allahu udhëzon nuk ka kush ta humb, dhe atë që Allahu e humb nuk ka kush ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet veç Allahut Azza wa Jall, I cili është I vetëm dhe I pashoq, dhe se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Thot Allahu Azza wa Jall: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, kini frikë Allahun ashtu sikurse I përket atij që ta kini frikë dhe mos vdisni veç se duke qenë besimtar. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ju njerëz, kini frikë Allahun I cili ju krijoi juve prej një personi të vetëm, e prej tij krijoi bashkëshorten e tij, e prej tyre të dy krijoi burra e gra të shumt. Kini frikë Allahun me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruani lidhjet farefisnore. Vërtet Allahu është mbikëqyrës mbi ato që ju veproni. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ju që keni besuar, kini frikë Allahun dhe thuani fjalë të drejta. E nëse ju e bëni këtë, atëherë Allahu Azza wa Jall ja u rregullon juve veprat tuaja dhe ja u fal gjunahet. Dhe ai I cili I bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij ka arritur një fitore të madhe. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, Allahu Azza wa Jall në ajete kuranore të shumta, dhe si dhe I dërguari I Tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të shumta përmendin ditën e gjykimit. Dhe dita e gjykimit është ajo ditë në të cilën njerëzit do të ringjallen. Pasi të kenë vdekur, që të gjithë do të ringjallen dhe të gjithë do dalin para Allahut Azza wa Jall për të marrë secili shpërblimin ose ndëshkimin për veprat e tij. Ai I cili ka bërë vepra të mira do të gjejë mirësi atë ditë, dhe ai I cili ka bërë vepra të këqija do të ndëshkohet. Këtë ditë Allahu Azza wa Jall e përshkruan se ajo është një ditë e rëndë dhe ditë e vështirë. Thot Allahu Azza wa Jall, duke përshkruar gjendjen e jo besimtarëve: inna haula'i yuhibbuna al-'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Duke folur për jo besimtarët, thot këta, pra ata që nuk e besojnë ditën e gjykimit, ata që nuk e besojnë Allahun Azza wa Jall, thot këta duan jetën e kësaj bote, jetën e tashme, dhe lën pas shpine, anashkalojnë një ditë që është tepër e vështirë. Gjithashtu thot një ajet tjetër kuranor: fa idha nuqira fi an-naqur فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Ditën kur do t'i fryhet bririt, pra pasi që njerëzit të ringjallen, ajo ditë është një ditë e vështirë dhe për jo besimtarët do të jetë ditë jo e lehtë. E për këtë shkak, besimi në ditën e gjykimit është prej kushteve të imanit, prej kushteve të besimit. Ndaj, ai personi I cili nuk beson ditën e gjykimit është sikur nuk e ka besuar Allahun Azza wa Jall. Allahu thot në një ajet kuranor: Ya ayyuhalladhina aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl. O ju që keni besuar, besojini Allahut dhe të dërguarit të Tij, pra profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Besojini Allahut dhe të dërguarit të Tij dhe librit I cili është zbritur të dërguarit të Tij, pra Kuranit, dhe librave të cilat janë zbritur më parë. Vazhdon ajeti Kuranit, thot: wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dhe ai I cili e mohon Allahun Azza wa Jall, ai I cili nuk beson në Allahun Azza wa Jall, nuk beson me lajket, nuk beson në libra të cilat I ka zbritur Allahu,
nuk beson në profetët dhe nuk e beson ditën e gjykimit, ai ka humbur një humbje të plotë. Gjithashtu në një hadith tepër të njohur, profeti sallallahu alaihi wasallam është pyetur çfarë është besimi. Dhe ka thënë besimi është të besosh në Allahun azza wa jall, të besosh në melajket e tij, të besosh në librat të cilat i ka zbritur Allahu azza wa jall, të besosh te profetët të cilët Allahu subhanahu wa taala i ka dërguar, të besosh ditën e gjykimit, si dhe të besosh kushti i gjashtë, të besosh në kaderin, në caktimin që Allahu azza wa jall ka përcaktuar çdo gjë para se të ndodhë. Prandaj vëllezër, çdo njeri që i dëgjon këto fjalë, duhet të jetë i bindur në besimin ditën e gjykimit, pasi që më dyshja në të e konsideron njeriu të dalë nga feja, dhe duhet të thirrras të tjerët në besimin në këtë ditë. Nëse në këtë botë në të cilën ne jetojmë, njeriu shpesh herë i bën dobi pasuria, i bën dobi rrushfeti, i bën dobi pozita apo të afërmit e vet, këto ditën e gjykimit nuk do të kenë asnjë vlerë. Atë ditë Allahu azza wa jall ka treguar se njeriu do të largohet prej vllajt të tij, do të largohet prej babait dhe nanës së tij, prej bashkëshortes dhe fëmijëve. Atë ditë secilit nuk do t'i interesoj veç se vetja e vet. I vetmi preokupim që do të ketë njeriu është vetja e vet dhe asgjë tjetër. Vazhdon ajeti Kurani thotë atë ditë do të ketë fytyra të shëndritura, të cilët do të jenë të buzëqeshur dhe të gëzuar. Dhe atë ditë gjithashtu do të ketë fytyra të tjera të cilat do t'i mbulojë ato pluhuri dhe do të jenë të errësuara. Ata janë jo besimtarët, mëkatarët. Atë ditë njeriu do t'i shfaqen gjitha veprat të cilat ka kryer në këtë botë, të mirat dhe të këqijat. Allahu azza wa jall ka caktuar 2 melajke të cilët shkruajnë çdo vepër të cilën e kryen njeriu. Dhe ditën e gjykimit do t'i shfaqet secilit libri i veprave të veta. Kur do ta shohin jo besimtarët këtë libër atë ditë do të thonë: "Ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Çfarë lloj libri që nga ky që nuk ka lënë as edhe një vepër, të madhe apo të vogël qoftë, veçse e ka shkruar atë, e ka ruajtur aty. Dhe aty do të gjejnë çdo vepër të cilën e kanë bërë në këtë botë, e do të merren llogari për to. Lutim Allahun azza wa jall na lehtësoj neve atë ditë, megjithëse ajo është ditë e vështirë. Lutim Allahut na bëjmë barë, të bëjmë vepra të mira, që të bëhen shkak që na lehtësoj neve qëndrimin ton në atë ditë. E them këtë fjalë dhe kërkoj falje Allahut azza wa jall për vete dhe për ju. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kërkojini falje atij, ai është falës mëshirues. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Lavdërimet i takojnë Allahut azza wa jall, salavatet dhe selamet e tij qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që i ndjekin me vepra të mira deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, nderuara motra, Allahu azza wa jall thot në Kur'an: "A yahsabu al-insanu an yutraka suda?" A mos mendon njeriu vallë që ai do të lihet i lirë, që ai do të lihet pa u marrë në llogari? Gjithashtu thot në një ajet tjetër: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." A mos keni menduar vallë që ne ju kemi krijuar kot dhe nuk do t'ju marrim në llogari? A mos keni menduar që ne ju kemi krijuar kot dhe ju nuk do të ktheheni tek ne? Dhe duke ditur që kjo botë në të cilën jetojmë është e përkohshme dhe është sprovim, dhe bota tjetër e cila na pret të gjithëve, ajo është bota e përhershme dhe e pafund. Në atë botë nuk do të ketë veçse xhenet dhe xhehenem. Allahu azza wa jall në botën tjetër ka përgatitur xhenetin, në të cilin ka ato gjëra të cilat nuk i ka parë syri, as i ka dëgjuar veshi dhe as i ka menduar njeriu. Mirësitë në të janë të pafundme. Banorët e tij do të jenë aty për jetë dhe do të jenë në rehati të përhershme. Banorët e xhenetit janë ata të cilët e kanë besuar Allahun azza wa jall, i kanë besuar profetët e Allahut dhe janë bindur urdhëresave të tyre. Banorët e xhenetit janë ata të cilët e kanë besuar ditën e gjykimit. Banorët e xhenetit janë ata të cilët e kanë ditur për çfarë i ka krijuar Allahu azza wa jall në këtë tokë. E din që Allahu i ka krijuar që ata të adhurojnë atë dhe e ka përmbushur këtë mision. Nuk kanë adhuruar këtë tjetër veç Allahut azza wa jall,
janë bindur urdhrave dhe ndalesave të Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa banorët e zjarrit janë ata të cilët nuk e kanë besuar Allahun azza wa jall. Janë ata të cilët nuk e kanë besuar e nuk i kanë ndjekur profetët e Allahut. Janë ata të cilët nuk e kanë besuar ditën e gjykimit. Ata të cilët kur i përmendet dita e gjykimit, kur i përmendet xheneti dhe xhenemi, thonë kush është kthyer nga ajo botë që ta besojmë. Këta persona nuk e kanë besuar Allahun azza wa jall dhe për ta është përgatitur ndëshkimi më i madh. Allahu azza wa jall tregon për ndëshkimin e jo besimtarëve në zjarrin e xhenemit, thotë: Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Pasi që tregon që trupat e tyre do të jenë të mëdhenj, thotë kur i digjen lëkurat, ne do t'ja vazhdojmë atë me lëkurë tjetër, në mënyrë që ata ta ndjejnë më shumë ndëshkimin. Ndaj lutim Allahun azza wa jall na bëj për atyre të cilët janë të fituar në këtë botë dhe në botën tjetër. Të nderuar vëllezër, përmendja e ditës gjykimit nuk bëhet për t'i friksuar apo për t'i trembur të tjerë. Përkundrazi, ajo bëhet që njeriu të ngjallë ndërgjegjen e të cilën ka, të përgatitet për këtë ditë, të përgatitet për ditën e gjykimit para se të jetë vonë. Kjo është ajo për të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe na ka udhëzuar te ajo. Të përgatitemi për vdekjen dhe për atë çka pas saj. Asnjëri nga ne nuk e di se kur do vdes, asnjëri nga ne nuk e di kur do iki nga kjo botë, edhe mund të jetë shumë më afër nga ajo kohë që ne mendojmë. Ndaj, le të bëjmë vepra të mira, përsa e kemi mundësinë, përsa jemi në këtë botë, pasi që kur të dalim para Allahut azza wa jall, pasi të kemi vdekur, nuk kemi më mundësi për të kryer vepra të mira. E gjithë mundësia për të afruar tek Allahu azza wa jall është sa jemi të gjallë, sa jemi në këtë botë. Mundësi kjo e cila do shfrytzuar nga ne. Dhe së fundmi, sot është ditë e xuma, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tregon një hadith që kush i çon një salavat atij, Allahu e lavdëron atë, i çon atij 10 salavate. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Le t'i shpeshtojmë salavatet mbi profetin sallallahu alaihi wasallam, sidomos në ditën e xuma. Lutim Allahun azza wa jall të na japi neve të mira në këtë botë, na japi neve të mira në botën tjetër dhe të na ruaj neve prej ndëshkimit të zjarrit. Lutim Allahun azza wa jall të ndihmoj muslimanët kudo që janë. Të ndihmoj dhe t'ia lëshoj vuajtjet dhe dhimbjet vëllezërve tanë në Palestinë, në Gaza. Të japi atyre atë të drejtë të mohuar prej shumë dekadash. T'ia lëshoj atyre dhimbjet, t'i mëshiroj ata që kanë vdekur prej tyre e t'i shëroj ata që janë të plagosur. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.